Po parimisht kemi dy element shumë të rëndësishëm, gjesti apo sistemi. Çka ndodhur në sistem që solli këtë gjest? Është gjest i veçuar apo është natyral, sepse ne dim një rast. Është shumë e rëndësishme, domethënë të marrim të nxjerrim konkluzionet, pse të bëjmë një analizë. Jo, u bë. Absolutisht. Jo, kjo analizë nuk është bërë fare. Është marrë me njëherë vendimi, domethënë të varet. Jo, u varë. E parësyshme. U varë. Po pra, u varë. U varë, ja këput e kohën. Që do të thotë është komplet e parësyshme. Pse? Nëse vendimi merret pa bërë analizën e veprimit, atëherë ne dalim në gjyqjet popullore, dalim në komunarët e Parisit. Problemi, ajo i ra në plumb, ministre e hoqi, u zgjidh problemi. Ministre e goditi me plumb atë, Susan? Sikur të hiqte edhe 10 me njëherë dhe 100 me njëherë, vetëm problemi nuk zgjidhet. Unë i them faleminderit atij prindit që ka marrë guximin ta bëj kamerën e fshet, se nuk është e lehtë, duhet ta dini, ai ka lozur me jetën e fëmijës vet. Pse më? Po sepse ka pasur atëherë, Erion, duhet të bëhemi realist. Në përklasa me mësuesit të mirë dhe të këqinj, sepse janë bashkë, ca janë të mirë, ca janë të këqinj. Ne kemi fëmijët tanë. Ç'a mendimi ndan? Po tani e mirë fort nuk më duket, po çështja e këndvështrimi unë do dal dhe më vonë, Ornela, se për shembull shqiptarët përgjithsisht e kanë që druri ka dalë nga xheneti, e kupton, dhe mund të jetë edhe e mira ajo zysha. E rref që të bëhet robe, kupton? Jo, ne të dyja ndajmë të njëjtin mendim, po them masa ja futi një turinë që ta bëj zap. Sepse ka autoritet. E ka lexuar gabimin e fjalën ose shprehjen ka dalë nga xheneti. Në fakt do të thotë druri ka ikur nga e mira. Pra nuk është e mirë. Shqiptarët e kanë thënë tamam, druri i ka hikur të mirës. Druri nuk futet në xhenet, po futet në xhenem, në të keqe. Ndërkohë që masa në padijen e saj e ka lexuar si pozitive. Ndërkohë nga ana tjetër, po të shofësh gjithë kohën. I ka hikur të mirë. Po, prare. Për zotin asu se dia. Po. Jo, nuk e dia. Unë thosha se e përdorun këtë që druri është i mirë. Jo, pra jo, druri nuk është i mirë. Ka shkuar ke kinjë. Ka dal, i ka hikur të mirës. Është një tjetër interpretim, por Po ja hapim dritare njerëzve. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ai prindi që ka bërë atë video ka pas fëmijën aty. Dhe mësuesja e identifikon stafi mësimor, e identifikon edhe drejtuesit. Dhe në të voglën e tyre, le ta themi dhe ta pranojmë, arsimtarët janë dhe hakmarrës, sepse gjithsesi shqiptar janë ata, shqiptar janë ata, e kupton, i vuri një çik bojën e zezë shkollës. Themi atë që është. Po sepse tregoja aty që aty kërcet druri vënxhe. Gjë që parimisht neve flasim për të drejtat e fëmijëve, për drejtat e njeriut, neve pretendojmë. Mirë, çfarë do bënte ajo mësuesja e shkret kur ato nuk dëgjojnë fare mësimin, edhe nuk përgatiten, edhe nuk e kanë iden fare se ku janë. Mësuesja duhet japi mësim normal. Ti ç'ke bërë në universitet kur studentës të dëgjojnë? Unë si rato që janë më të mëdhenj se mua. Po edhe më të vegjël i shohin. Po kisha mundësi i qëndisja pak. Ka një çdo të bëj zysha në momentin që ai se dëgjon dhe s'mëson. Ai mbas ato gen Kamoxhan nuk mëson. Po kur janë 40 që nuk mësojnë? Po si janë more, nuk mësojnë. Prandaj po them pra. Domethënë çdo problematik ka do analizë. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk mëson dhe unë i rraf dhe e bërtas. Domethënë e kuptojnë që në shkollat shqipe, Ornela ka thënë fjala ti e budallak kështu vënçe. Ti e budalla, po një fëmijë po i the ti e budalla, ti e kupton. Ja, the 3 herë besoj dhe ai. Pa i beson dhe ashtu e trajton dhe klasa.